Ka nisur me një incident protesta e Partisë Socialiste për listat zgjedhore në njësi nr. 6. Ngjarja shënuar rreth mesditës në kohën që socialistët ishin duke u përgatitur për të denoncuar manipulimet me listat në këtë njësi. Mbështetësit e Partisë Socialiste janë fyer nga një person dhe kjo ka sjellë edhe reagimin e tyre, të cilët janë përleshur me të. Policia shoqëroi 35 vjeçarin Ilirian Muçollari, i cili mësohet të ketë qenë në gjendje të dehur në momentin që ka provokuar incidentin. Pas ndërhyrjes së uniformave blu dhe qetësimit të situatës, vijoi edhe denoncimi i Partisë Socialiste në listat zgjedhore në njësi nr. 6. Deputeti Sajmir Tahiri ka evidentuar në listën e zgjedhësve të afërm të drejtueses së kësaj njësie Luzhiana Abazi, si dhe të afërm të drejtuesve kryesor të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne do të paraqesim një padi penale kundër Luzhiana Abazit për manipulimin me listat e zgjedhësve pikërisht me këta emra. Siç do të paraqesim një padi penale për secilin nga këta njerëz, familjarët e Monikës, familjarët e Luzhianës, familjarët e drejtorit të Ministrinë e Ekonomisë dhe çdo njeri tjetër që është paraqitur në njësinë nr. 6 për të votuar për Lulin e Saliut dhe për Saliun. Gjithashtu, ne nuk do lejojmë që këta qytetarë që janë mercenar elektoral të ardhur të paguar për të manipuluar vullnetin e zgjedhësve, të paraqiten ditën e votimit dhe të votojnë në mënyrë të palishme. Socialistët vazhdimisht kanë denoncuar manipulime në listat zgjedhore duke ju drejtuar edhe prokurorisë së Tiranës, si në rastin e njësisë bashkiake nr. 10.